Mund të rikthehem aty ku nuk mendoni që do të rikthehesha. Sezoni i 7-8 mund më gjejnë ekran. Fiora Alba, mirë se erdhe në Kosovë. Mirë se gjeta. Nga një prezantuese shumë e dashur për Kosovën edhe në një aktore. Që ishte ideja dhe se e prite rolin ndoshta kur t'u ka propozuar? Atëherë, nuk është propozimi i parë që unë marrë për qenë pjesë e një filmi. Për te i modestis kam marrë thuajse në çdo realizim kinematografik oferta deri më tani, por skenari Klaudia Brahimaj, që është edhe producentja, më foli. Më foli jo vetëm për notat komike që kishte skenari, por po ashtu edhe përgjegjësinë që personazhi im Sara ka. Kështu që ju përgjigja me shumë dashurim, uroj që t'i kem bërë drejtësi dhe njerëzit ta dashurojnë po aq fort sa që kam dashuruar unë rolin tim dhe gjithë kolegët e mi rolet përkatëse. Eksperienca jote jo e parë me kamerën, por në film po. Cila ke ma sfidë dhe ma e vështirë për ty ndoshta gjatë shesh xhirimit? Sfida më e vështirë është gjithmonë që ti t'jesh në lëkurën e karakterit, ajsa duke xhiruar me orë të zgjatura, harroja që unë nuk jam Sara. Kështu që kjo ka qenë si fillim që të futesha në karakter dhe më pas kthehesha tek vetvetja. Po besoj që pasaj të bëhet proces pune, mësohesh dhe superon si gjë, si vështirësi. Okej. Skena më çesharake që të ka bu me qesh me lë gjatë këtij filmi, sepse është një komedi fantastike. Kemi një skenë, për ju që se keni parë akoma, është një skenë ku ne rimarim një objekt që e humbasim rrugës, që është shumë i rëndësishëm dhe i hap rrugën gjithë zhvillimeve që merr filmi. Aty kemi bërë të paktën 15 dubla. Sepse po, qeshim të gjithë me radhë. Nazuri Budalliku ishte ora 10 e natës, të gjithë ishim të sfilitur, Sigurisht edhe nga lodhja. Patjetër, po për qeshur nuk ndalonim dot. Derisa na u bë regjizori Bjordi Mezini me nerva dhe pastaj i shtrënguam gjithë. E kapët. Në mesin e shumë yjeve të artit edhe aktorëve më eminentë dhe që i njohim që të gjithë, çfarë ndjenje ke me aktru bashkë me ta, Fiora Alba? Privilegji i jashtëzakonshëm. Privilegji i jashtëzakonshëm që të ndaja skenën me artistë merituar, me artistë që i kanë dhënë shumë kombit ton, me artistë që kanë lënë gjurmë, dhe sikur të jem fare pak pjesë e trashëgimisë të tyre, është privilegj të thuash pak. Okej. Pjesë e ekranit kudo, tashmë edhe me kinema, edhe në TikTok, edhe në Instagram të shohim kudo. Po kur do t'i rikthehet Fiora Alba ekranit, sepse është një pyetje që unë e shoh që e merr shpesh edhe në komente. Po, ore mua më vjen mirë që ju mungoj në ekran njerëz. Patjetër që më bëhet qefi. Kam marrë oferta, që së vërteta, akoma nuk kam konkluduar diçka, por e kam thënë një gjë që do ta ri përsëris. Mund të rikthehem aty ku nuk mendoni që do të rikthehesha. Sezoni i 7-8 mund më gjejnë ekran. Në një projekt madhor apo siç jemi mësuar me Për të cilin unë nuk zbuloj dot më shumë, kështu që për këtë do duhet që të prisni shtatorin. Okej, faleminderit shumë Fiora Alba, ke shumë kënaqësi. Shumë i këndshëm.